Në ditë rinumërim të gjitha votave të qarku Tiranë nuk prodhuan asnjë ndryshim rezultati. Asnjë surprizë nuk doli nga numërimi 1207 kutive të votimit, përveç evidentimit të parregullësive në rezultatet për partitë politike dhe kandidatëve për deputet në listat e hapura. Dy partive kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, si pasojë e rinumërimit ju hoqën vota, konkretisht 612 vota demokratëve dhe 381 socialistëve. E po ashtu edhe rezultati për kandidatët ndryshoi, por jo aq sa të përmbyste listën e fituesve. Te koalicioni opozitar Jorita Dabakut i ulën 250 vota, Ilir Ali Mehmetit që kërkoi rinumërim i ulën 137 vota, Ilir Metës 54. Në mazhorancë më të prekur nga reduktimi i rezultatit janë Ervin Hoxha me 302 vota, Fatmir Xhafaj me 232, apo Erion Braçe me 171 vota. Për dy antarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ledio Brau dhe Kolibele, procesi i rinumërimit ishte korrekt dhe transparent. Për aq kohë sa jemi demokraci, transparenca gjithmonë i shërben demokracisë dhe qëllimi i kërkesës tonë ky ka qenë, pra që të bëhet transparencë. Pavarësisht se, siç e kam thënë dhe herë të tjera, nuk ka pasur lëvizje të konsiderueshme votash pra që të bëjnë pjesë procesit, është e rëndësishme që po të shohim qëndrimet e disa nga kandidatëve që kanë ndryshuar tashmë pas rihapjes kutive, tregon që kjo i ka shërbyer procesit. Kuptim të transparencës, ndoshta ky proces pati vlerën e vet. Në kuptim të procedurës administrative nuk prodhoi asnjë ndryshim dhe asnjë rezultat. Ai proces e keni ndjekur live dhe ka qenë korrekt dhe ka prodhuar rezultate në kohë reale me një nivel transparence të vlen të thuhet që ka qenë strapacues, shumë i mundimshëm për ata që e kanë kryer, për stafin e KQZ-s. Nga lëvizjet e votave u ngrit pikpyetja nëse ishin rezultat i gabimeve njerëzore në plotësimin e tabelave të rezultateve nga numëruesit, apo ishim në kushtet e një krimi elektoral. Ledio Brau, një prej dy antarëve të KAS që kërkoi rinumërimin e votave të Tiranës, është i mendimit se nuk ka pasur tjetërsim të qëllimshëm të votave. Duhet kemi parasysh që procesi ka një numër të konsiderueshëm hallkash, pra verifikim, hedhje në sistem, operatorë që hedhin në sistem dhe për shkak të numrit të madh të kandidatëve në Tiranë, ndodhin edhe gabime të tilla nga lodhja, sepse duhet kemi parasysh që është një proces që ka marrë kohë si në KZZ dhe këtu. Të gjitha publike dhe prokuroria ka gjithë mundësinë që të nisë hetime dhe kryesisht. Duhet të jemi shumë kujdesshëm para se deklarojmë që komisionerët kanë trafikuar apo kanë vjedhur vota, sepse këto kanë qenë gabime në invers, të cilat kur ndodhin në një situatë si kjo e pallatit me kondicionerë dhe me orare me dy turne, mendoni në situatën e një qendre numërimi. Pra nuk duhet nxitojë. Të hënën e javës së ardhshme në të njëjtin ambient do të nisë rinumërimi i 587 kutive të qarkut Fier për të pasuar me rinumërimin e 360 kutive të Durrësit.